Po pastaj si ishte jeta për ty, me qenë se ishe nana dhe baba, si ishte jeta për ty, sa ishte vështirë, sa kishe përkraje përgjithsisht nga familjarët? Jeta si çdo femër për shembull, sidomos para 26 vite, është kanë pak e vështirë. Se veni punësimet të na në Kosovë nuk kemi pas përparësi si grua dëshmorit me pas një vend ku e meritojmë. Po falë Zotit, i kum pas njerëz që më kanë kuptu, edhe e kum pas mirë kuptimin e familjes burrit me kohë, se unë patent shoferin e kum marrë 95 bashkë me Selverin. Jem kanë domethënë në atë kohë kum pas përparësinë. Edhe kështu që më kanë ndihmu kjo pjesë, se masi që jemi kthyer prej luftës, më dasht me kry edhe një shkollë s'ka na duhet për instruktore, edhe kum hap atë shkollën, kum punu instruktore, ja kum dal, me shumë vështirësi, nuk është e lehtë, po ja kum dal. Ke hap autoshkollën vetë? Po, me ndihmën e vllaznive, po dhe me të kunatit. Sa ka pas mundësia që na ka ndihmu. Po dhe vllaznit i kum pas për kraje gjithmonë. Për çfarë do rasti, çfarë do halli, ata i kum pas për kraje. Po pastaj fëmia duke u rrit në për shkolla, e kam përmend babajnë edhe duke ditur se babajnë dëshmor, pavarësisht që ndoshta edhe nuk e desht më ju fol shumë për mos më mërzit, po dëshmorët janë pa shmangshëm, pa harruar, domethënë të pavdekshëm. Gjithmonë ju kum fol, edhe pse ndoshta i kum lëndu sot për atëherë, muj me thonë që edhe pse jam nani kërkoj falje, po gjithë ju kum thonë duhet më bëtë mirë, duhet më bëtë shkollës, duhet me korrit babin, ai ka shku për Kosovë. Gjithmonë i kanë pas ta fjalët kur kanë ardhur prej shkollës, mësimin ja kum pyet çka keni mësu sot, edhe pas mësimit prapë kum thonë e mos harroni se jeni fëmijë dëshmorit, një rrugë gabune mos gaboni me marrë një rrugë që nuk ju ka hije juve. E gjithë ju kum nejt në krye, gjithë me këshilla, po edhe për babën ju kum fol, ai është hero, ai nuk hub kur, se djali i vogël i ka pas vetëm 7 vjet. Edhe kur vinshin ngushëllime, thoshin për shembull të ushtrisë normale se ai është i gjallë, ai s'des kurrë. Edhe djali vike më thoi ke prej dhomë në shtëpis tjetër, ky i vogli, thoi ke mam babushi i gjallë. Edhe unë ja bësha po mre mamin, çka mi thon atij se ala si kuptoj ke çka o vdekja që s'kthehet më. E mandej me kalimin e kohës të ju rrit, po ka dash Zoti, një me edhe vetë ju mundu, po i kum pas në cansa të shkëlqyshëm, i kum pas edhe i kam sot familjar janë, kanë kriju familje se cili, kanë fëmijë, i kum rrit, i kum shkollu, i kum martu, atë obligim që ka pas ndoshta edhe 2 prind me ja ba, ja kum arrit. Do me thënë, fjallën e Selverit e ke qunë vend? E kum qu, për fëmijët deri këtu ku jemi, besoj që është i kënaqur edhe ai atje është krenar me ne. Se na po krenar me veprën e tij gjithmonë. Edhe gjithmonë beso se sa herë ta marr Çelsin që dal për punë, e kam atë kujtesën e tij që dal me emrin e tij gjithmonë, dal me kujtimin e tij, asnjëherë pa harruar. Sa ka qenë për ty vështirë të jesh një non edhe një baba, të njëjtën kohë ti luaj 2 role, edhe të njëjtën kohë të përkujdesesh për 3 fëmijë. Duke marrë parasysh që ju thatë se keni hap edhe një autoshkollë. Domethënë në ato vite ka qenë edhe probleme dhe të futesh dikun me punua, se gjithmonë është paragjykimi i njerëzve, duke folur njerëzit askush duke mos u ulur në karrikën tënde, se ti si njihesh edhe ti si do ta vazhdosh jetën tutje. Ke pas kësi paragjykime të tilla? Thash edhe pak më herët, përderisa pi familjes Selverit jam kanë e lirë, i kuptueshme, edhe familja jeme më kanë përkra, nuk i kum dëgju shumë fjalët çka kanë mujt me thonë tjerët, sepse kum pas lirin qysh që jem martu në atë familje, jam kanë e lirë, edhe s'kum mendu shumë, se normal ndoshta edhe kanë folë, ndoshta edhe kemi pas paragjykime, po nuk i kum marrë fjalët e tjerëve. Jam qunë mëngjes, kum dal herët, kum punu, edhe ala punoj, kum punu pa orar, vetëm mi arrit qëllimit që fëmijëve mos ju mungoje kur gja.
Po edhe vjerrive, jo, se i kum pas edhe vjerrit gjallë. E kështu që ku mujt m'ja dal. Para gjykimet i kum la nana shkret, kush fol. Me rëndësi e ke ditë vetën. Po, me rëndësi është që qëllimi jem është kanë mi rritë që ta fmi, mi eduku. E falemderoj Zotin që mi janë eduku në rrugë të hajrit. Po fëmija sot janë rritë dhe kur e kuptojnë që si ka qenë vendimi jot për me qenë pjesëtare e ushtrisë ligjërimtare të Kosovës, çfarë mendimi kam për këtë? Nuk kanë mendim negativ, sepse e dinë edhe ata që fjala e Selverit e kanë thonë ndonjëherë sikur edhe ti kishe radhë dëshmore atëherë? Nuk e kanë thonë këto, po ç'me thonë edhe kanë thonë atë anën tjetër që ka dash Zoti për mos më na lënë dy prind në rrugë, edhe kështu që ka qenë dikush sebeb që sot jetë. Është bën sebeb që unë sot jam. Se Selveri thoi që edhe nëse vritemi të dytë, Kosovën ka më udhëheq një shqiptar. E si ta udhëheq shqiptarit dhe ke fëmijët e tonë kanë më kanë të lirë, kanë mi pas drejtat e veta. E kjo fjalë edhe fëmijëve ju ka ra, domethënë dhe gjithë përmenden që mirë që je kthyje, po babushi e ka lënë një fjalë që me të vërtetë nëse kish fitu Kosova, po nuk jemi të kënaqur sa duhet me këtë fitim të Kosovës. A mendoni që po bëhet mjaft për familjet e dëshmorëve? Të thëmë pak, më vjen keq, se është derdhë shumë gjak. Kanë shku shumë rini, pleq, gra, fmi. E mos më respektu një familje dëshmorit është shumë keq. Për fat keq, nuk respektohen sa e meritojnë. E kum thonë disa herë dhe prape përsëris, dëshmori nderohet kur ja nderon familjen, kur ja respekton babën, nanën, gruan, fëmit, kur ja punëson fëmit në vendin ku e meritojnë, atëre ke nderu dëshmorit. Nuk ka dëshmori në nderim me shku të varrezat edhe mi thonë lavdi. Lavdin e kanë meritu ata. Edhe një fëmi ta pyesim që mas 99 që ka lind, edhe ata fjallën lavdi din me thonë. Se sot i kanë bërë do vjetë për shembull. Edhe këta tonë po flasë përgjithësi, që te punësimi i fëmijëve nuk kem përparësi. Nuk kem pas. Unë po nisëm prej vetvetes, prej familjes teme. Unë 3 fëmijët i kam me shkollë. Edhe më vjen keq me thonë se djali i madh që 13 vjet më punon në Roje me fakultet. Çika më ka shku në Zvicër. Djali i vogël më ka shku në Gjermani. E çka nëse dhe i madhi mendon me shku dikon, çka e rujta une? A jeni e kënaqur me këtë Kosovë ku jemi? Ma jep një përgjigjen edhe ju si prind. A din se është kjo për çka kontribun për këtë vend, që t'na dalin fëmija Kjo është për shembull se Selveri e la mërgimin në shkon në Itali, edhe ka ardhur, ka vendosur me shku në front. E sot djali i tij e vajza e tij pe merr koferat prap për të tje. Për mua si nanë është një plagë shumë e madhe. Shumë. Kur më ka shku sef të djali i vogël, nuk e di veten ç'sh jam kthy. Mandej kur shkoj edhe çika, u bon 2. Një shkon, një vjen, nuk takohen më mes veti, nuk i kanë pushimet e njëjta, për shkak që u shkollun, ai nuk është keq se fëmia i shkollun di me eduku një familje të vetën, nëse kur zhon s'bon, familjen e vet do të din me edukue. Po, prapë si nanë mjetë marak, pse nuk gjetë vend në Kosovë punësimit sa duhet. Po keni trokin ndonjë derë për djalin që gjindet në ndonjë punë? Gjithkohë. Edhe ka qenë përgjigje negative? Po, këshyrim. Amo 13 vjetë. 13 vjetë, çka me këqyrë? E vështirë. Është